Përsëri ishi dëshmitar të një përsëritje të pakuptim të një procesi, të një blokade e cila tashmë e ka humbur kuptimin e vetë. Blokada konsiston në mosvotim, pra në procedurë, edhe pa mundëson konstituimin e kuvendit. Edhe nga ky vend i bëj thirrje të gjithë deputetëve të opozitës që të heqin dorë nga kjo strategji destruktive të marrin përgjegjësinë për votën e qytetarit që e kanë marrë, edhe të bëhen pjesë e votimit, pa ja u mohuar asnjëherë të drejtën e votimit kundër. Mirë po shkelja çdo 48 orë e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila thotë që deputetët duhet të marrin pjesë në votim, nuk është në rregull. Aq më tepër që janë bërë 4 javë që kur është adresuar gjykata kushtetuese pikërisht lidhur me procedurën e votimit të fshehtë dhe ende nuk e kemi një përgjigje. E di që ka pasur ditë festash, mirë po është koha që gjykata ta thotë fjalën e vet dhe të vazhdojmë në këtë proces. Në këto ditë kur fjala unitet është e përsëritur dhe stërpërsëritur, më lejoni t'ju them që ne kemi nevojë për unitet për shtet, jo për unitet për pushtet. Dhe uniteti për shtet demonstrohet duke konstituuar kuvendin e jo duke bllokuar konstituimin e kuvendit, i cili i pamundson edhe të gjitha procedurat e tjera vijuese. Jam e bindur që vota e fshehtë është instrumenti më demokratik në shoqëri demokratike dhe çdo lloj arsyetimi që gjoja vota e fshehtë që ka shkelje kushtetutës e ka shpërfaqur qartë vullnetin për të mos ecur përpara. Kemi pasur ca ditë kur opozita si duket mendonte që i kanë votat për bërë qeveri vetë, edhe e zhbllokuan procesin e parë, ato të mosvotimit të mandateve të tyre si deputet. Mirë po pas asaj faze, shifrat, faktet po flasin qartë, edhe kanë mbetur tani mes dy rrugësh. As nuk janë ata që preferojnë zgjedhjet e reja, as ata që e sfidojnë kandidatin tonë për kryeministër Albin Kurti në bërjen e qeverisë. Shikoni se sa interesant është ndryshimi fjalorit. Fillimisht LDK-ja pasi propozuam që të bëjmë koalicion të përbashkët qeveritar, doli me një propozim për një qeveri tranzicioni. Qeveria e tranzicionit nuk krijoi përshtypje të mirë në publik dhe tani ka ndruar fjalori dhe po flasim për qeveri uniteti. Pyetja që unë ja shtroj LDK-s është, pse LDK-ja nuk është nëse thonë që nuk bëjmë asnjëherë qeveri me vetëvendosjen. Atëherë pse që kanë rregull me bo qeveri me vetëvendosje nëse aty është PDK-ja. Pra është e qartë që LDK-ja kudo që sillet don me pas aty afër pranin e PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe këtë unë jam e bindur që ka shumë të vështirë t'ja shpjegoj votuesit të saj tradicional dhe prandaj ndron fjalori nga tranzicioni në unitet pas 4-5 ditësh ka për të ndëruar përsëri, mirë po kjo nuk e fshet dot të vërtetën që LDK-ja bën qeveri vetëm me PDK-n. Dhe e harron faktin që qeverit e vazhdueshme, koalicionet e vazhdueshme me PDK-n e kanë sjell LDK-n që për herë të përsëritur të jetë partia e tretë në vend. Nëse LDK-ja dëshiron të formojë qeveri, duhet i fitojë zgjedhjet, nuk ka recetë tjetër. Qeverin e formon propozimin kryeministrin, e propozon edhe kryetarin e kuvendit, e propozon partia fituese. Pra, indirekt, partitë e opozitës, duke e mohuar dhe duke e bllokuar punimet konstituimin e kuvendit, janë duke e mohuar dhe duke mos e pranuar rezultatin zgjedhor, i cili është shumë i qartë. 42% e qytetarëve kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, Partin Guxo dhe Alternativën si fituese të këtyre zgjedhjeve, dhe ky është një fakt që nuk mund të ndryshohet përmes bllokadave në kuvend. Ne shumicën qeveritare mendojmë që e kemi, dhe prandaj, po nuk kemi arritur ende tek çështja e formimit të qeverisë. Prandaj thirrja jonë është secili ta ka përcej vetveten,
të zhbllokohet votimi edhe të shkojmë në zgjedhjen e kryetares së kuvendit dhe më pas sfidojeni koalicionin e tashëm qeverisës, a do t'jemi në gjendje të formojmë qeveri apo jo. Si zakonisht, Ministria e Punëve të Jashtme, respektivisht përfaqësuesi i Republikës Kosovës në Beograd, është interesuar me njëherë pranë organeve serbe për të konstatuar a janë të vërteta lajmet. Kemi informuar edhe në Kosovë edhe në Beograd misionet e huaja diplomatike, kemi kërkuar ndihmën e tyre, kemi kërkuar qartësi dhe shpresojmë që çështja mundësisht sot të sqarohet, pra ai mos mbahet fare për 48 orë, por më lejoni që të bëj edhe një herë thirrje për një kujdes të veçantë për të gjithë ata që tani që po afrohet vera kalojnë nga Serbia, për shkak se rastet e ndalesave të arbitrare dhe të paarsyeshme janë shtuar gjatë muajve dhe viteve të fundit dhe prandaj nevojitet një kujdes i posaçëm, sidomos përfaqësuesit ose ish përfaqësuesit e organeve tona të sigurisë duhet të tregojnë një kujdes të veçantë kur kalojnë nëpër Serbi. Problemi që shumica që ju po thoni që e keni për qeverinë, e njëjta nuk po mund të përdoret për konstituimin e kuvendit, që tradicionalisht ka ndodhur në historinë parlamentare të Kosovës. Po tani unë nuk mund të shpjegoj motivet e të tjerëve, unë vetëm mund të them që partitë e opozitës nuk kam pritur që të ketë kaq shumë frikë nga deputetët e tyre, se përndryshe votimi i fshehtë nuk do ishte fare problem. Frikën nga votimi i fshehtë e shpjegon vetëm frika që kanë nga deputetët e tyre, të cilët ndoshta janë më të përgjegjshëm se sa kryetarët e partive dhe e shohin që kjo bllokadë është tërësisht e pakuptim. Të hymë në votim të fshehtë, ta zhbllokojmë kuvendin dhe të hymë në fazën 15 ditore për formimin e qeverisë, për të cilën pastaj, nëse ne dështojmë, gjë që unë nuk e pres, nëse ne dështojmë ka afate të parapara qartë, kushtetuese edhe procedura të sakta. Blokada tani është e pakuptim sepse nuk ka mekanizma përveç vullnetit për të dalë nga kjo blokadë. Po shikoni, asnjëherë nuk jemi shquar për mos respektim të vendimeve gjykatës kushtetuese, edhe në këtë kontekst prandaj presim me padurim edhe, por nuk me logjikën time nuk shoh asnjë mundësi që gjykata kushtetuese të thotë që votimi i fshehtë i cili është i parapar nga kushtetuta të jetë kundër kushtetues. Domethënë këtu ka një, edhe vetë vonesa tregon që ka një dilemë të madhe se si të vi përgjigja, sepse nuk mund të jetë votimi i fshehtë antikushtetues, as procedura që jemi duke ndjekur tani nuk mund të jetë antikushtetuese. A mundesh më të përgjigjesh me pyetje që a keni më marrë iniciativën me ftu partitë e tjera, me konstituu kuvendin dhe me shku vendin në zgjedhje? Po nëse mbeten zgjedhjet e vetmi alternativ, ne kemi thënë që në fillim, mirë po mos harroni që për shkuarje në zgjedhje ka përsëri nevojë të konstituojmë kuvendin dhe më pas të ulemi edhe të vendosim së bashku, t'i drejtojmë presidentes, ta shpërbëjmë kuvendin dhe t'i drejtojmë presidentes për një datë të re. As një moment nuk hezitojmë të hymë në zgjedhje të reja, mirë po do të bëjmë çmos që të mos e detyrojmë qytetarin të shkojë edhe 2 herë brenda mitit për zgjedhje nacionale, por sinqerisht jemi shumë të hapur për zgjedhje, mirë po edhe aty na nevojitet bashkëpunimi me partitë e opozitës, sepse vetë si koalicion i tashëm qeverisës nuk do të mund të shpallim zgjedhjet e reja. Ne kemi 21 herë që nuk jemi duke votuar për kandidat, por jemi duke votuar për procedurë. Ta te kalojmë fazën e procedurës, edhe është disi edhe pasinqert kjo kërkesë, sepse do t'ishte njësoj si kur unë tani të vija këtu dhe thoja po, edhe ne nuk e blokojmë kuvendin nëse Partia Demokratike e Kosovës propozon si nënkryetare Sala Jasharin, apo veç pse vi prej Deçanit nëse e propozon Fadil Hadërgjona në LDK-ja. Partit vetë vendosin kë e propozojnë. Nuk është drejt e tyre e pa kontestueshme, nuk propozojnë partit kandidat konsensusi. Partit propozojnë kandidatin që ata mendojnë që pasi të zgjidhet do ta kryej punën më së miri.
Prandaj edhe është propozimi i zonjës Haxhiu, e cila është jo vetëm gruaja më e votuar në Kosovë, por ka dëshmuar me punën dhe përkushtimin e saj shumë vjeçar, jo vetëm gjatë mandatit fundit, që punën e kryetarës së kuvendit do ta kryente shkëlqyshëm. Faleminderit shumë për interesimin tuaj.